Tash nëse bëjmë dallimin tradicionales mes bashkëkohorës, për shembull, kjo shpesh na bën të reflektojmë, qoftë si nën, qoftë si mike, qoftë si kolege në debate të shumta të ndryshme, po dhe si pjesë e kësaj shoqërie, është ajo kur përpara mysafirët kanë ardhur pa paralajmërim, edhe bisedat kanë qenë spontane, të lirshme, kanë zgjatur me orë të tona. Kurse sot ne edhe nëse dëshirojmë të komunikojmë përmes telefonit me dikë, ne paraprakisht të pyesim a je i lirë që të komunikojmë dhe të debatojmë. Neve si institucione edukative arsimore, si menaxhera, një farë forme është edhe paksa shqetësuese se po e shef që virtualiteti po e humb ato përmes ndjeshmërisë, përballjes të fëmijëve, debateve të ndryshme. Për atë arsye edhe organizojmë aktivitete të ndryshme, për shembull klube debateve, gara të ndryshme që fëmijët të mos shtiret ajo ndjesia e komunikimit verbal dhe të shndrohet gjithsej. Teknologjia po, a them që është e mirëseardhur, është e mirëseardhur. Teknologjia nuk është mirë dhe nuk duhet me zëvendësu atë tradicionalen, për shembull që me humb ajo ndjesia shpirtërore edhe ballafaqimi i komunikimit verbal mes bashkëmoshtatarëve, po dhe ne të rriturve, sepse përveç fëmijëve, edhe ne të rriturit na ka kalu në shprehi të përdorimit të rrjeteve sociale të komunikimit, e thanë edhe parafolësit shumë mirë, e tha dhe sociologu që tash nëse edhe për ceremoni të ndryshme në për raste të ndryshme, ato janë shëndru në virtualitet. Kjo nuk do të thotë që nuk është mirë edhe që është prani tash përdorimi i teknologjisë, por duhet që ma shumë të japim rëndësi që mos na zbetet dhe mos na zhduket edhe ajo ndjesia e komunikimit verbal, sidomos tek fëmijët tonë. Se fëmijët tonë janë të lidhur me ekranin. Fëmijët tonë i shef ma tepër, për shembull, që janë tjedhë dikun kur shkon, fëmijët jo sikur përpara ne që jemi inkuadru në biseda të ndryshme spontane që kanë rrjedh, tani ma fëmijët janë krejt me ekran në dorë, me telefona në dorë, por unë konsideroj që edhe familja luan një rol shumë të rëndësishëm tek disa gjana, sepse fëmija nëse e sheh prindin non-stop me telefon dorë, ai fëmija ka me qenë non-stop me telefon dorë. Sa i ka benefitet përdorimi i teknologjisë, e ka edhe vashmërini, ka edhe disa gjana tjera që konsideroj që edhe psikologu në vazhdim e sipër do t'i elaboroj. A ka ndryshime, apo mundohemi në këtë drejtim që të mos humbet kjo ndjeshmëri, po vazhdimisht në për institucione, siç e thash edhe më herët, me aktivitete ndryshme, gara të ndryshme, debate të ndryshme mes bashkëmoshtatarëve edhe të rinjve tonë.